Ne jemi në proces të realizimit edhe të disa projekteve, për fshatin Vaksinc në mbretësi të fshatit Vaksinc, projektin afër shkollës fillore komunale Fajkonica në fshatin Stopçan, projektin në fshatin Orizar në drejtim të Qerdhës, projektin të lagja Theranda dhe projektin në mbretësi të fshatit në Kushtar. Duke pas parasysh se në komunë të Likovës kemi realizuar shumë projekte në interes të banorëve të komunës tonë, ne jemi në proces të realizimit edhe të disa projekteve, ku dua të veçoj projektet apo projektin për rrugët lokale, edhe atë për fshatin Vaksinc në mbretësi të fshatit Vaksinc, projektin afër shkollës fillore komunale Fajkonica në fshatin Stopçan, projektin në fshatin Orizar në drejtim të Qerdhës dhe në drejtim të ish kryetarit të komunës së Likovës, zotëri Vajt Saitit, projektin të lagja Theranda dhe projektin në mbretësi të fshatit në Kushtar. Po ashtu, duke pas parasysh, si projekt numër 2 cili të jetë prioriteti im, është edhe rrumbullaksimi i ujësjellësit për tërvendbanimet e komunës së Likovës, ku deri tash kemi kryer punët nga fshati në Kushtar deri në fshatin Llojan, ku jemi në proces sipër projekti ujësjellësit në fshatin Otel, ndërsa për fshatin Opaj dhe për fshatin Ropalc janë dorëzuar tërë dokumentacionit teknik në Ministrinë e Ambientit Qendror dhe Planifikimit Hapësinor. Nga qeveria e kaluar janë siguruar mjetet nga banka botërore dhe vetëm presim që të administrohen dhe një ditë më herët edhe ata dy fshatat të përmbylljemi me këta projekte në të mirë të banorëve tonë.